Kreu i të gjitha çështjeve është Islam. Edhe shtylla e tij është namazi. Nëse një njeri don me e peshu fenë e vet se sa vlen, dhe me peshu vlerën e tij te Allahu subhanahu wa ta'ala, le ta shohim se ku është me namazin e tij, se ku është me lidhjen e tij me Allahun subhanahu wa ta'ala. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Awwalu ma yurfa'u min an-nasi al-amana." Gjoja e parë që ka mu largu për njerëzve është amaneti, ka me hu për amanetin në mesin e njerëzve, nuk ka me pas më bes. Thot: "Wa akhiru ma yabqa as-salah." Edhe gjoja e fundit që ka me met në këtë umet është namazi. "Wa rubba musallin la khayra fi." Thot ndërkohë që ka me pas namazdi tek i cili nuk i gjen njerësi. Jo çdo namazdi e pakun namazit të tij. Edhe jo çdo namaz ndikon tek personi siç duhet. Allahu azza wa jall vetë e ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam në natën e Isras së Mirajit, kur u ngrit në shihi profeti sallallahu alaihi wasallam, urdhënoi me namaz. Urdhënoi ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në qiellin e 7. Dhe po ashtu duhet kujtojmë se Allahu azza wa jall në fillim na ka urdhëruar 50 namaze, jo 50. Dhe me mëshirën e tij i ka kalu në 5 namaze me shpërblimin e 50 namazeve. E kjo është ai përkujdesi parësor. Pa çka se dalim moshta në kujtimet, është kujdesi parësor që duhet me pas njeriu për familjen e tij. Absolutisht që duhet me asiguru ushqimin, pijen, veshmalljen, kujdesin për sa i përket dunjas, kurse është më parësore që muslimani më kujdes për fenë e familjes së tij. Muslimani më kujdes për ahiretin, për botën tjetër që ka lidhje me familjen e tij, sepse ka me kanë përjetshme, ndërsa kjo botë të cilën ne jetojmë është e përkohshme. Jena prej te pika A, shkojmë te pika B, na mbyllet libri, regjistri veprave dhe aty fillon jeta e vërtet. Lutim Allahun azza wa jall me na e bëtë mujtën me kryer këtë përgjegjësi që kena marrë siç duhet. Namazi është lidhja jonë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Lidhja jonë me të. Nëse na këpusim këtë lidhje, atëherë nuk i kena bë dëm Allahut azza wa jall as pak. As nuk ja kena ul pushtetin Allahu subhanahu wa ta'ala as pak. Vetëm se kena humb veten tonë. E prandaj njeriu duhet të kujdes për lidhjen e tij me Zotin e botëve, sepse është duke u përkujdes për vendbanimin e tij në ditën e gjykimit. Është duke ndërtuar vendbanimin e tij në ditën e gjykimit në veprat e tij në këtë dynja. Thotë kanë pyet profetin alayhis salam se cila është vepra më e mirë. Ka thënë profeti alayhis salam: "As-salatu li waqtiha", namazi në kohën e tij. Shembulli i 5 kohëve të namazit është si shembulli i dikujt që ka para derës së tij një lum. Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Lahet në këtë lum 5 herë në ditë. A ka me met në i pa pastërti këtij person nëse lahet 5 herë në ditë në këtë lum që ka para derës së tij? Jo. E kështu është atë çështja e namazit. E ka bëu Allahu azza wa jall shkak që më na pastruani prej gjunaheve tona, prej gabimeve tona. Xhamati nderuar, sot kemi në fol për porosinë e fundit të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për amanetin që i ka lënë këtij ummet, për namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çastet e fundit të jetës së tij, para se me i ardhë shpirti me dalë, ka porosit ummetin e tij duke thënë: "As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum." Kujdesuni për namazin dhe për ata të cilët i keni në kujdesin tuaj. Namazi është adhurimi i cili është obliguar në natën e Isras dhe të Mirajit. Është urdhëruar ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në qiell. Është gjoja e parë për të cilën njeriu ka me u llogarit në ditën e gjykimit. Edhe është gjoja e fundit që ka me humb për kësaj feje. Në këtë kontekst profeti sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Latanqudanna 'ura al-islami 'urwatan 'urwa." Ka më shkëput hallkat e islamit një nga një. Fa kullama intaqadat 'urwa tashabbatha an-nasu billati taliha. Sa herë që hiqet një hallk, njerëzit kapen mos hallkës tjetër. Thot fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah.
Hallka e parë e cila ka më shkëput është gjykimi, drejtimi, edhe e fundit është namazi. Hallka e fundit që ka me humbë për këtij ummet është namazi. Namazi është obligim për secilin për nesh. E kjo duke u bazuar në librin e Allahut Azza wa Jall, në sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në konsensusin në ijma'in e të gjithë dietarëve muslimanë. Për argumenteve të Kur'anit përmendet fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim." Ata nuk ishin urdhnuar asgjë tjetër, vetëm se ta adhuronin Allahun Azza wa Jall me sinqeritet e të largoheshin nga besimet e kota, ta falshin namazin, ta japnin zakatin, edhe ajo është feja drejt. Po ashtu Allahu Azza wa Jall na urdhon duke thënë: "Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." Namazi është obligim në një kohë të caktuar për besimtarët e Allahut Azza wa Jall. Kur Profeti sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Muadh ibn Jabalin radiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të në Yemen, për t'i mësuar fen njerëzve. Masi e porositi që t'i ftonte njerëzit në adhurimin e Allahut Azza wa Jall njëllat e veta. Mas saj që i tha: "Wa a'limhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla." Edhe njoftoi ata, lajmëroi ata, tregoi atyre se Allahu Azza wa Jall i ka bë obligim atyre 5 namazë brenda ditës edhe natës. Po ashtu kena hadithin e Ibn Umerit radiyallahu anhuma, kur tregon se Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Buni al-islamu ala 5." Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. E ka konsideruar Profeti sallallahu alaihi wasallam Islamin si me një ndërtesë e cila ka disa shtylla, dhe pa këto shtylla shembet bjen tokë këtë ndërtesë. E një ndër këto shtylla, siç përmend Profeti sallallahu alaihi wasallam, është edhe namazi, iqamatus salat. Falja e namazit në formën e duhur. E kjo vjen direkt pas dëshmisë shahadetit, fjalës la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall, dhe se Profeti sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Po ashtu Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë një hadith tjetër: "5 salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad." Allahu Azza wa Jall robërve të tij i ka obliguar 5 namazë. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. Kush i kryen këto namaze, kush i fal këto namaze duke mos lënë xhamamut prej tyne, duke mos ia mangsuat hakun e tyne, kana lahu 'inda Allahi 'ahdan an yudkhilahu al-janna. Allahu Azza wa Jall i ka premtuar atij njeriu që ka me fut në xhennetin e tij. Ndërkohë që ajetet e hadithet e tjera janë të shumta të cilat flasin për namazin dhe vlerën e tij. Namazi ka një pozitë të nalt në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Shkurtimisht i përmendemi në disa pika. Pika e parë është që namazi është shtylla e fesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah." Kreu i të gjitha çështjeve është Islami. Edhe shtylla e tij është namazi. Nëse një njeri don me e peshu fenë e vet se sa vlen, dhe me peshu vlerën e tij te Allahu subhanahu wa ta'ala, le ta shohim se ku është me namazin e tij, se ku është me lidhjen e tij me Allahun subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, gjaja e parë që ka më pyet njeriu në ditën e gjykimit, siç na tregon Profeti sallallahu alaihi wasallam, është namazi. Ka me dhënë vogari për namazin, siç thot Profeti alaihi salam: "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah." Gjaja e parë për të cilën ka me dhënë vogari njeriu në ditën e gjykimit është namazi, as-salah. Fa in salaha salaha sa'iru 'amalihi. Nëse llogaria e këtij namazit ka me kanë rregull, këtë llogaria e tij ka me kanë rregull. Wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Edhe nëse namazi nuk e ka kryer siç duhet, atëherë edhe veprat e tjera kanë me ju zhvlerësuar, i thot Profeti sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu na tregon duke na thënë një hadith tjetër që puna e parë, vepra e parë për të cilën llogaritet njëri në ditën e gjykimit është namazi. Nëse ka plotësu këtë namaz, i shkruhet atij ky namaz i plot.
Nëse nuk e ka kompletuar siç duhet, Allahu Azza wa Jall i thot me lajkeve, engjëjve, i thot shikoni robi jem, a ka namaz vullnetar që me plotësu këtë namazin e detyrueshëm si ka lënë maut, edhe po ashtu bëhet edhe me zakatin e me të gjitha veprat e tjera me radhë. Namazi është gjaja fundit që humbet nga feja islame, që humbet nga islami që na ka pru profeti sallallahu alaihi wasallam, siç e cekëm në një hadith përpara. Dhe po ashtu siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot awwalu ma yurfa'u min an-nasi al-amana. Gjaja e parë që ka më largu për njerëzve është amaneti, ka me hub amanetin në mesin e njerëzve, nuk ka me pas më bes. Thot wa akhiru ma yabqa as-salah. Edhe gjaja e fundit që ka me met në këtë umet është namazi. Wa rubba musallin la khayra fi. Thot ndërkohë që ka me pas namazditit i cili nuk i gjen mirësi. Jo çdo namazdi e jep hakun namazit të tij. Edhe jo çdo namaz ndikon tek personi siç duhet. Dhe kena me e cekë atë inshallah. Dhe që shtame është porosia e fundit e profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që ishte në shtratin e vdekjes. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka cilësu këtë umet si umetin më të mirë, si popullin më të mirë, duke thënë kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas. Jeni popullin më i mirë që keni dalë për njerëzit në mesin e njerëzve. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Urdhoni për të mirë, na luni nga e keqja, edhe keni besu Allahun azza wa jall. E këtë umet, Allahu subhanahu wa ta'ala në mesin e tyre ka njerëz që i lavdron ato persona që falen edhe urdhnojnë familjet e tyre që mu falë. Si thot Allahu azza wa jall kur kujton për Ismailin alayhis salam, një për pejgamberët e Allahut, thot wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Edhe përkujto në këtë libër Ismaili, ai e ka mbajtur premtimin dhe ishte i dërguar dhe pejgamber, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Ai e urdhonte familjen e vet me faljen e namazit, me dhënien e zakatit, e ishte i dashur tek Zoti i tij. Ndërkohë që nga ana tjetër Allahu azza wa jall e nënçmon lancin e namazit, atë që nuk e vën krye në sejdë për Allahu subhanahu wa ta'ala, atë person që tregohet në dembel kundrejt këtij namaz, duke thënë fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. E mas tyne pra dhe për mirëve kanë ardhur pas ardhës që e kanë lënë namazin, e lajnë namazin edhe jepen mas knatësive dhe epsheve të kësaj botët Allahu azza wa jall. Ajo që e bën namazin dhe pozitën e tij më të lartë tek Allahu azza wa jall, është se Allahu azza wa jall nuk e ka bërë këtë obligim përmes Xhibrilit alayhis salam, se në përgjithësi urdhnat e Allahut azza wa jall kanë ardhur përmes Xhibrilit. Angjëllit në shpalljes, që ka shpallin profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurse namazin, Allahu azza wa jall vetë e ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam në natën e Isras e Mirajit, kur u ngrit në shihi profeti sallallahu alaihi wasallam, urdhënoi me namaz. Urdhënoi ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në qiellin e 7. Dhe po ashtu duhet të kujtojmë që Allahu azza wa jall në fillim në ka urdhëruar 50 namaze, jo 50. Dhe me mëshirën e tij i ka kaluar në 5 namaze me shpërblimin e 50 namazeve. Allah subhanahu wa ta'ala po ashtu e ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë ata që e pasojnë këtë profet të Allahut azza wa jall me i porosit familjet e tyre me namaz, duke thënë wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Urdhëroje familjen tënde me namaz, edhe këtë urdhën pra zbatoje me durim. Mos më mjafton njeriu që vetëm e fal namazin e tij, por se kur është në shtëpinë e tij me urdhnu gruan e tij, me urdhnu fëmijët e tij, me i porosit, me i këshillu që namazin e Allahut azza wa jall kur mos me elan. Sepse kjo hyn të konteksti i fjalës së Allahut azza wa jall qu anfusakum wa ahlikum nara. Runi vehtet tuaja edhe familjet tuaja për një zjarmit waquduha an-nasu wal hijara. Lana djegëse të cilit janë
gurt edhe njerëzit, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu na rujt. E kjo është ai përkujdesi parësor. Pa çka se dalin moshta në kujtimet, është kujdesi parësor që duhet me pas njeriu për familjen e tij. Absolutisht që duhet me asiguru ushqimin, pirën, veshmalljen, kujdesin për sa i përket dunjas, kurse është më parësore që muslimani më kujdes për fenë e familjes së tij. Muslimani më kujdes për ahiretin, për botën tjetër që ka lidhje me familjen e tij, sepse ka me kanë e përjetshme, ndërsa kjo botë të cilën ne jetojmë është e përkohshme. Jena prej te pika A, shkojmë te pika B, na mbyllet libri i regjistrit veprave dhe aty fillon jeta e vërtetë. Lutim Allahun Azza wa Jall me na e botë mujtën me kry këtë përgjithësi që këta marrë si që duhet. Dhe po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në ka urdhëruar që dhe fëmijët tonë me i urdhënu me namaz, duke na thënë muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Urdhënoni fëmijët tuaj me u fal, urdhënoni me namaz ndërkohë që ata janë 7 vjeçë. Udribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Edhe goditini ato, pra përse pajtën tu normalisht, goditini ato në moshën 10 vjeçare, pra nëse nuk dëgjojnë për të falë. Thot wa farriqu bainahum fil madaji', edhe ndajini ato në shtretën të veçantë. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Gjematin e nëm, lanja namaz, mos me fal muslimani namazin, konsiderohet në argumentet fetare me termin mosbesim, kufër. Porse dietarët kanë diskutim në mesin e tyre që ky mosbesim apo ky kufër është mosbesim i cili e nxjerr njeriu nga Islami apo nuk e nxjerr njeriu nga Islami, është kufër i madh apo është kufër i vogël. Një prej tabi'inëve, Abdullah ibn Shaqiq, thotë që shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk e konsideronin mosbesim në një vepër tjetër vetëm se lanjen e namazit. Disa prej dietarëve mendojnë që është kufër i vogël, edhe disa mendojnë që është kufër i madh. Kurse ai i cili e lën prej përtaziet, prej dëmillëkut, kurse ai që e mohon është një krah tjetër, nuk ka lidhje me Islamin, një person që e mohon detyrimin e namazit. Por thjesht ky diskutimin mesin e dietarëve, është musliman ky person apo nuk është musliman. Duhet me i mjaftu njeriu që me u kthjellu, edhe me ju drejtu Allahu subhanahu wa ta'ala edhe me e fal namazin, sepse në këtë mes nuk bëhet fjalë për dynja, bëhet fjalë për xhennet ose xhehenem. Edhe kjo është një jetë e përjetshme. Bëhet fjalë për shpëtim apo për humbje në ditën e gjykimit, në ditë ku nuk bën dobi as pasunia as fëmia, vetëm sa i person që i paraqitet Allahut azza wa jalla, që Allahu me zemër të pastër. Namazi është lidhja jonë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Lidhja jonë me të. Nëse na këpusim këtë lidhje, atëherë nuk i kena bë dëm Allahut azza wa jalla as pak. As nuk ja kena ul pushtetin Allahu subhanahu wa ta'ala as pak. Vetëm se kena humb vehtën tonë. E prandaj njeriu duhet të kujdes për lidhjen e tij me Zotin e botëve, sepse është duke u përkujdes për vendbanimin e tij në ditën e gjykimit. Është duke ndërtuar vendbanimin e tij në ditën e gjykimit në veprat e tij në këtë dynja. Allahu azza wa jalla tregon se kur pyeten banorët e xhehenemit se çfarë ju ka futur ju në xhehenem, ma salakakum fi saqar, ata thonë qalu lam naku min al-musallin. Por më thonë se ne nuk e kena fal namazin. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë bain ar-rajuli wa bain ash-shirki wal-kufri tarku as-salah. Mes njeriu dhe shirkut, politeizmit dhe mosbesimit, mohimit është lania e namazit. Po ashtu thot profeti alayhi salam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum tarku as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Besa jonë, marrëveshja jonë, premtimi jonë mes nesh edhe mes mosbesimtarëve është namazi. Kush e lën atë ka mohu. Umer radiallahu anhu, khalifja e dytë i muslimanëve, ka thënë la hadha fil islami liman taraka as-salah, nuk ka hise në islam ai i cili e lën namaz. Allahu subhanahu wa ta'ala kur e ka cek namazin, në ka thënë që ky namaz na ndalon ne nga veprat e këqija, nga veprat e ulta, na edukon ne, shpirtin tonë na rregullon.
Thot Allahu Azza wa Jall, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë që namazi të largon nga veprat e shëmtuara dhe të ulëta. Nuk ka mundësi që një person me fal namazin siç duhet, me i dhënë hakun namazin siç duhet, edhe me kanë i keq me musliman që e rrethojnë. Mas me ditë se si mund sjell me prind, mas me ditë se si mund sjell me familjen e tij, mas me ditë se si mund sjell me njerëzit që e rrethojnë. Në qoftë se ai shef mundësinë e moralin e tij, le t'i kthejë atë namazin e tij, se domosdoshmë do të pas probleme në namazin. Namazi është vepra më e mirë mas shahadetit. Kur ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Mas'udi, i cili thotë ka pyet profetin alayhis salam se cila është vepra më e mirë, ka thënë profeti alayhis salam as-salatu li waqtiha, namazi në kohën e tij. Namazi fshi edhe i mbulon këto gjunahe e vogla që na i bëjmë herë mas here. Allahu Azza wa Jalla ka bërë në formë të tillë si fshirës të këtyre gjunaheve që na i bëjmë herë mas here. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khamsi kamathalu nahrin ghamrin ala babi ahadikum, shembulli i pesë kohëve të namazit është si shembulli i dikujt që ka para derës së tij një lum. Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, lahet në këtë lum 5 herë në ditë. A ka me met në i pa pastërti këtij person nëse lahet 5 herë në ditë në këtë lum që ka para derës së tij? Jo. E kështu është atë çështja e namazit. E ka bëllë Allahu Azza wa Jall shka që me na pastru ne prej gjunaheve tona, prej gabimeve tona. Po ashtu Allahu Azza wa Jall namazin e ka bëllë dritë, e ka banur në ditën e gjykimit për besimtarin Allahut Azza wa Jall. A thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kush kujdeset për namazin, namazi ka me kanë për të dritë, argument edhe shpëtim në ditën e gjykimit. E kush nuk e kryen atë namaz, ai nuk ka me e pas këtë dritë, nuk ka me kanë argument as shpëtim për të në ditën e gjykimit, e ka me kanë bashkë me Karunin, Faraonin, Hamanin dhe Ubej ibn Khalaf, koka prej kokave të mosbesimit. Po ashtu ka thënë për profetin selam, as-salatu nur, namazi është dritë. Namazi është shkak kryesor që e fut njeriu bëhet shkak më fut njeriu në xhennet. Një ditë prej ditësh, një prej sahabeve të profetit alayhis salam, Rabi'a ibn Ka'b, thotë që fjeta një natë tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, e ditën tjetër mjas i solli ujë, i çaj ujë për abdes edhe me u pastru. Edhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam kërko diçka. I thot shifni se çfarë kërkon sahabiu. Shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam nuk i kërkoi as kështjella, nuk i kërkoi as gjana prej gjanave të kësaj dynjaje, por si thot kërkoj me të shoshnu ty në xhennet. Kërkoj me kanë shoshnus i joti në xhennet. Të kanë ato aspiratat e sahabeve shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. I thot kërkoj me shoshnu ty në xhennet. I thot kërkoj diçka tjetër, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Atë herë i thot unë kërkoj vetëm këtë gjë. I thot profeti alaihi salam, i thot inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Atëherë shtoj sejtët, falu sa ma shumë, ndihmo mu me këtë kërkesë që ki ba, që duke falë sa ma tepër, me shtu namazin tënë. Gjithmonë bëhet fjalë për namazin nafile, namazin vullnetare, sepse namazi obligativ 5 herë në ditë është ABC-ja e Islamit, nuk bëhet fjalë për këtë namaz në këtë hadith. Po ashtu, sa herë që muslimani vjen në xhami, sa herë që vjen në xhami, i shkruhen atij sevapë, i shkruhen shpërblime, i fshihen gjunahe edhe rritet në grada tek Allahu Azza wa Jall. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur dikush për jush me abdes ashtu siç duhet, edhe shkon për në xhami, kur çon gamën e tij të gjatë, Allahu Azza wa Jall i shkruan atij një shpërblim, edhe pa e ul gamën e majit, Allah subhanahu wa ta'ala i fshin atij gjuna. Me anë të namazit, Allah subhanahu wa ta'ala na fshin gjunahet që bëjmë mes dy namazeve. Në fshin gjunahet e vogla që bëjmë mes dy namazeve. Uthmani radiallahu anhu tregon se e ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinu al-wudu'a, kush merr abdes ashtu siç duhet, ai muslimani i cili merr abdes në formën e mirë siç duhet, fayusalli salatan, edhe manai falet, illa ghafara Allahu lahu ma bainahu wa baina as-salati allati taliha, Allahu subhanahu wa ta'ala i falet i gjunahet që ka bërë mes dy namazeve.
Kaq për sa I përket hyjeve të rëndësishme, vlerës së namazit edhe pozitës që ky namaz ka tek Allahu subhanahu wa ta'ala.